Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni lajmet në RTK. Sot dhe nesër në Bruksel mblidhen ministrat e jashtëm të NATO-s, ku pjesëmarrës do të jetë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, por para këtij takimi shefi i NATO-s në një konferencë me gazetar foli edhe për Kosovën. Rute theksoi se kur bëhet fjalë për Banjskën dhe për sulmin kundër forcave të NATO-s, serbët duhet të punojnë për llogaridhënie. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka porositur që Serbia duhet të angazhohet në llogaridhënie për sulmet në Banjsk dhe për ato ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës. Ai konfirmoi se këto mesazhe tashmë i ka transmetuar tek politikanët në Beograd. Situatën e sigurisë në Kosovë e kemi afër zemrës. Ne duhet të sigurohemi që stabiliteti i arritur që nga viti 1999 të vazhdoj, dhe kur bëhet fjalë për Banjskën dhe gjithashtu për sulmin ndaj forcave të NATO-s, të dyja të ndodhura në vitin 2023, serbët duhet të punojnë në llogaridhënie. Kjo është ajo që kam diskutuar me presidentin Vučić në telefon dhe gjithashtu gjatë darkës tonë në Bruksel 2 javë më parë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli para gazetarëve në prag të takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare, ku për herë të parë do të merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kreu i NATO-s theksoi se angazhimet rreth vënies fund të luftës në Ukrainë nuk do të ketë ndikim në fokusin ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht jo në kontekstin e forcave paqëruajtëse, me që sipas tij, si misioni në Kosovë ashtu edhe ai në Bosnjë, janë shumë të rëndësishëm për aleancën. Duke ju referuar memorandumit të arritur mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, shefi i NATO-s tha se këto janë marrëveshje të cilat arrihen jashtë kornizave të aleancës. Mesazhe në Kosovë solli sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy, i cili takoi krerët e shtetit e të partive politike. Ai ka qëndruar në Kosovë në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor me qëllim të forcimit të bashkëpunimit në luftimin e imigracionit të parregullt dhe krimit të rënd të organizuar. Presidenti Vjosa Osmani ka propozuar Britanisë marrëveshje për mbrojtje dhe ekonomi. Dy persona dyshohet se janë të përfshirë në vrasjen e arreshterit të policisë së Kosovës Muhamet Lika. Ngjarje ndodhur të martë në hyrje në banesë të ndjerit në Kaçanik kanë bërtëditur në prokurorinë themelore në Ferizaj. Sipas prokurorisë, për momentin nuk ka të arrestuar dhe se nuk dihet motivi që ka quar deri te vrasja, duke hedhur poshtë kështu të gjitha spekulimet të cilat po qarkullojnë lidhur me rastin. Prokuroria në Ferizaj ka kërkuar nga çdo qytetar që ka ndonjë informacion të paraqitet në mënyrë që sa më parë të zbardhet rasti. Vazhdojmë tutje. Avokati i presidentit Thaçi, Luka Mishetić, në një deklarim për media ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm të procesit gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Provat e paraqitura nga prokuroria, Mishetić i ka vlerësuar të dobta dhe ka theksuar se shumë prej pretendimeve të ngritura janë pa mbështetje të mjaftueshme faktike. Megjithatë, ai ka shfaqur optimizëm për përfundimin e procesit në favor të Thaçit, duke besuar se procesi do të çojë në një aktgjykim të drejtë. Gjykata e Prishtinës raportohet se ka dënuar me 250 euro kryeministrin në detyrë Albin Kurti pasi ai nuk ishte paraqitur në prokurorinë speciale për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Për këtë u kërkua një deklarat nga Kurti gjatë inaugurimit të një qerdhjeje në Gjakov. Dënohem unë nga njëherë, por mos u mërzitni ju, citohet të këtë thënë ai. Gjykata e Prishtinës kishte lëshuar urdhër ndaj Kurtit për të paraqitur në prokurori dhe për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave, por ai nuk ishte paraqitur. Lideri vetëvendosjes e cila doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit ka nisur takimet me partitë politike të pakicave në kuadër të konsultimeve për formimin e qeverisë së re. Ai ka takuar Emilia Rexhepin, Nenad Rashiqin dhe Elbert Krasniqin, ndërsa PDK ka mbledhur kryesin ku lideri i partisë Memli Krasniqi i ka informuar anëtarët për komunikimet e fundit me partitë parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes.
Aktivistët e iniciativës As një cent më shumë kanë paralajmëruar sërish sot bllokim të zyrave të zërrejës. Sipas tyre asnjë rrahje, arrestim apo presion nuk do t'i ndajë që të kërkojnë të drejtën e tyre. Një ditë më parë, 12 aktivistë të iniciativës As një cent më shumë janë arrestuar nga policia e Kosovës pas aksionit që patën në bllokimin e zyrave të zërrejës. Ata thanë se gjatë arrestimit u përdor edhe dhunë kundër tyre, pikërisht për shkak të paralajmërimeve për shtrejtim të sërishëm të rrymës të shtunën do të protestohet në Prishtinë. Presidenti Amerikan ka shpallur planin ekonomik I cili parashë vendosjen e tarifave tregtare për gati të gjitha produktet e huaja të cilat hyjnë në tregun amerikan. Një tarif bazë prej 10% do të vendoset për importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë nga Kosova. Ato do të hyjnë në fuqi më 5 prill. Tregjet aziatike u hapën më ullët të enjtën si pasojë e njoftimit për tarifa. Kina, vendi që është goditur më së shumti, ka kërkuar që Trump t'i revokoj tarifat dhe është zotuar për kundërmasa. Lider të tjerë botror kanë shprehur shqetësime për një luftë tregtare në përshkallëzim. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është zotuar për një përgjigje të unifikuar të vendeve të BE-s. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Ju falenderit për vëmendjen, mirupafshim.